Rasti i foshnjës 2 muajshe qëndroi jetë pak ditë më parë në QSUT preku mbar opinionin publik, por dhimbja për këtë familje nuk ka përfunduar. Nëna e voglushit, Vjollca Shkëmbi, e cila denoncoi më herët rrethanat e vdekjes së fëmijës së saj, sot po përballet me një realitet edhe më të ashpër, mes varfërisë dhe sëmundjes. Ajo jeton së bashku me bashkëshorti në fshatin Stropan të Bilishtit, në kushte shumë të vështira jetese. Në një mesazh prekës, ajo rrëfen se vuan nga epilepsia dhe probleme të shëndetit mendor, ndërsa nuk ka mundësi as të sigurojë ilaçet jetike që i duhen çdo muaj, me një kosto rreth 140.000 lek. Nuk kam për ilaçe dhe të ngrënën, shprehet ajo mes dhimbjes, duke treguar se jeton në një dhomë të vetme, pa kushte minimale për jetesë. Edhe bashkëshorti i saj është i papunë për shkak të mungesës së mundësive në fshat, duke arritur të sigurojë të ardhura vetëm kur gjen punë të rastësishme, kryesisht punë krahu në tokë, me një pagesë që nuk i kalon 10.000 lek në ditë. E mbetur mes dhimbjes së madhe dhe pamundësisë për të përballuar jetesën, Vjollca bën një apel të fortë për ndihmë. Çdo kush që ka mundësi ta ndihmojë, mund ta kontaktojë në numrin +355 69 383 0351. Historia e saj është një thirrje për solidaritet, për të mos e lënë vetëm një nënë që po përballet me humbjen dhe vështirësi të më të mëdha të jetës.